Rreshtet e shiut dhe doborës kanë sjellë problematika të ndryshme në territorin e qarkut Shkodër. Sipas bashkive, raportohet se në territorin e bashkisë Shkodër nuk evidentohen problematika përveç rrugës së Prekalit dhe Kirit, ku grupet e punës janë në terren duke punuar për zgjidhjen. Aksi Bog-Theth është i kalueshëm. Mjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimrore nëse udhëtojnë drejt destinacioneve malore. Në territorin e bashkisë Malësia e Madhe vijojnë rreshtet e shiut të shoqëruara me erë. Ka probleme me furnizimin e energjisë elektrike në Fidrat, Zagor, Vrak dhe Kelmend. Ekipet janë në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve. Në bashkinë Fusharrës vijojnë rreshtet e shiut të shoqëruara me era të forta, por pa problematika të evidentuara, ndërsa në bashkinë Vaudejës vijojnë rreshte shiu me intensitet të ulët. Situata paraqitet pa probleme në të gjitha njësitë administrative. Ndërkohë në bashkinë Puk vijojnë rreshte të shiut të shoqëruara me era të forta, por pa problematika të evidentuara, ndërsa nga akset rrugore raportohet se aksi Koplik-Bok dhe Dedaj-Razo gjatë natës dhe në orët e mëngjesit ka pasur rreshte shiu. Qarkullimi kryhet normalisht pa probleme. Mjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimrore. Në aksin Bog-Theth, kryesisht në zonën e qaftores gjatë natës janë regjistruar rreshte të lehta dobore. Qarkullimi kryhet me goma dimrore. Borpastruese dhe punonësit janë në terren, ndërsa në aksin Tamar-Vërmosh rruga është e kalueshme pa probleme. Ka prezencë zgurësh në disa segmente, ndërsa borpastrueset dhe punonësit janë në terren dhe po vijojnë pastrimin.